Kjo grua pi uthull molle për një javë dhe ajo çfarë ndolli I habiti të gjithë. Shija dhe aroma e uthullës së mollës mund të përbëjë një faktor pengues për përfitimet dhe vlerat e këtij produkti, por pavarësisht aromës dhe shijes, uthulla e mollës përshkruhet si burim I rinisë së përjetshme. Studime të ndryshme të cilave u referohemi konfirmojnë se pirja çdo ditë e këtij lëngu mund të sjellë të mira për organizmin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por si ta pjeni uthullën e mollës që të merrni përfitimet kryesore të saj edhe dobit për vlerat tuaja të shëndetit. Uthulla e mollës ka një përmbajtje të lartë acidike, ndaj mund të shkaktojë djegësira në zonën tuaj të fytit. Përpasoj ajo nuk rekomandohet që të pihet direkt nga shishja. Ekspertët thonë se uthulla e mollës rekomandohet që të tretet në ujë përpara se të konsumohet, në mënyrë që përfitimet e saj në dobi të vlerave të shëndetit të jenë gjithashtu edhe më të plota dhe më të mëdha. Ata sugjerojnë të tresni jo më shumë se 1 deri në 2 lugë gjedhe uthull molle në një gotë me ujë çdo ditë. Por çfarë ndodh me organizmin tuaj nëse konsumoni uthullën e mollës? Uthulla e mollës do të lehtësojë shqetësimet e stomakut. Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur me fiber e cila mund të mbrojë stomakun tuaj. Përveç kësaj, problemet e paksuara të stomakut, uthulla e mollës do të shërbejë edhe si një laksativ kundër shqetësimeve që shkaktojnë konstipacione. Uthulla e mollës do të rregullojë gjithashtu edhe pH-in tuaj. Uthulla e mollës ndihmon në rikthimin e pH-it në ekuilibrat e tij, veçanërisht të lëkurës dhe të flokut. Ju mund ta aplikoni uthullën e mollës në flok çdo mëngjes dhe në mbrëmje, duke tretur në ujë për të marrë në mënyrë efikase përfitimet e saj. Uthulla e mollës është një zgjidhje shumë e mirë kundër infeksioneve. Myku dhe infeksionet janë një risk I vazhdueshëm për organizmin që del shpesh jashtë kontrollit. Uthulla e mollës do të shërbejë edhe si një zgjidhje ideale kundër këtyre shqetësimeve. Uthulla e mollës përbën një recetë të mirë kundër mykut që prek zona të ndryshme të trupit. Shtimi I uthullës së mollës në vaktet tuaja ditore do të shërbejë gjithashtu si një lehtësuese shumë e mirë kundër luhatjeve të papritura të sheqerit në trup. Studimet kanë treguar se konsumi I uthullës së mollës mund të ndihmojë në ngadalësimin e tretjes së karbohidrateve të thjeshta. Kësaj trupi arrin të rregullojë më mirë nivelet e sheqerit dhe studime të ndryshme kanë dëshmuar se ajo është një mburojë shumë e mirë e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Disa studime kanë zbuluar se shtimi I uthullës së mollës në vaktet tuaja ditore mund të shërbejë si një lehtësuese shumë e mirë e situatave tuaja aktuale. Uthulla e mollës do të ndihmojë në rregullimin e toksinave në trup dhe lehtësimin e shqetësimeve të tyre. Uthulla e pafiltruar e mollës ndihmon në detoksifikimin më të mirë të mëlçisë. Mjafton të tresni një lugë çaji uthull molle në një gotë me ujë dhe ta konsumoni atë rregullisht për të marrë përfitimet e saj shëndetësore. Uthulla e mollës është një ndihmë shumë e mirë për personat që duan të humbasin kilogramet e tepërt trupor. Uthulla e mollës do të rrisë gjithashtu ndjesinë e ngopjes, sidomos nëse pihet gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Ekspertët thonë se konsumi ditor I uthullës së mollës në vaktet tuaja ditore mund të merret edhe si një zgjidhje shumë e mirë për dietën tuaj, duke paksuar yndyrnat e tepërta dhe duke përmirësuar kështu edhe shëndetin tuaj në mënyrë të përgjithshme. Ekspertët citojnë se shtimi I uthullës së mollës në vaktet tuaja ditore do të shërbejë si një ndihmë efektive në lehtësimin e një sër komplikacionesh, duke u përdorur si duhet dhe brenda efekteve të saj, mund të nxjisë një organizëm më të shëndetshëm, më të mbrojtur dhe të mbajë larg gjithashtu komplikacionet e një pasnjëshme. Ekspertët e Healthline citojnë uthullën e mollës si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese për të nisur ditën. Kjo duke ditur gjithashtu edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ka në ndihmën të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Nëse ju dëshironi të shtoni uthullën e mollës në vaktet tuaja ditore dhe të përmirësoni shëndetin,
merrni parasysh të mos e teproni me konsumin e saj. Ta pini brenda rekomandimeve të duhura ditore dhe asnjëherë me tepritës. Uthulla e mollës është një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj nëse përdoret brenda rekomandimeve të duhura. Dietologja Julia Jampono tregon se sa e dobishme është uthulla e mollës në dietën tuaj ditore. Uthulla e mollës prodhohet nga fermentimi i mollëve dhe përmban vitaminën B dhe C, acidin acetik, probiotikën natyral dhe antioksidantë të ndryshëm. Përveç kësaj, ajo gjithashtu ka disa përfitime shëndetësore shumë të rëndësishme në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj përdoreni uthullën e mollës në vaktet tuaja ditore. Ajo është një ndihmë shumë e mirë për nivelet e larta të kolesterolit. Ekspertët e Healthline cilësojnë uthullën e mollës si një faktor i mirë kontribues në rigjenerimin e shëndetit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të tij, kryesisht ato të shkaktuara nga kolesteroli i lartë. Studimet kanë treguar se konsumi i uthullës së mollës me stomakun bosh mund të zvogëlojë nivelin total të triglicerideve dhe si nivelin e glukozës në trup. Ato gjithashtu mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur organizmin e shëndetshëm dhe për të evituar kështu komplikacionet e tij. Uthulla e mollës është një mbështetje e mirë e shëndetit tuaj të zorrëve. Për shkak se uthulla e mollës përmban probiotik, ajo do të inkurajojë rritjen e bakterieve të mira të shëndetit tuaj të zorrëve, duke ndihmuar gjithashtu në një funksion sa më adekuat të tyre. Kjo mund të ndihmojë në ruajtjen e sistemit tuaj tretës nga toksinat e forta, si dhe të përmirësoni shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ndaj, përfitimet të tilla të uthullës së mollës mund të jenë një faktor shumë i mirë ushqyes në rastet tuaja specifike. Uthulla e mollës mund të përdoret si një dezinfektues shumë i mirë në situatën tuaj. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në eliminimin e disa patologjive nga trupi, megjithatë nuk është një zgjidhje shumë e mirë për të gjitha, por mund të jetë një ndihmë adekuate në rastin tuaj konkret. Por si mund ta përdorni uthullën e mollës për të marrë përfitimet e saj dhe për të evituar ndërlikimet? Mjafton që të konsumoni jo më shumë se 1 deri në 2 lugë çaj uthull molle të tretura në ujë. Është e rëndësishme që nëse merrni medikamente të caktuara për trajtimin e problemeve tuaja, përpara përdorimit të konsultoheni me mjekun nëse uthulla e mollës është ose jo e tolerueshme nga organizmi juaj, dhe vetëm më pas mund ta merrni atë si një shtesë të mirë për shëndetin tuaj. Ajo ka veti të jashtëzakonshme dhe mund të ofrojë përfitime të larta në dobi të vlerave të shëndetit dhe jo vetëm. Uthulla e mollës është një ndihmë shumë e mirë në largimin e toksinave të dëmshme nga trupi juaj. Uthulla e mollës ka veti të mira detoksifikuese. Ky lëng i fuqishëm ndihmon në largimin e toksinave, duke mbështetur kështu një proces më të mirë tretës dhe detoksifikues për trupin dhe organizmin tuaj në tërësi. Ndaj përdoreni atë si një përzgjedhje të mirë ushqyese dhe ndikimi që ka në organizëm do ta kthejë një prej produkteve më të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët e Healthline cilësojnë uthullën e mollës si një prej produkteve më të mira ushqyese në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në shëndetin e zemrës. Vetitë e saj antioksiduese ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit, duke mbajtur presionin e zemrës nën kontroll. Uthulla e mollës është një ndihmë shumë e mirë për personat që duan të menaxhojnë peshën e tyre trupore. Konsumi i uthullës së mollës pas vaktit mund të ndihmojë gjithashtu në rigjenerimin më të mirë të peshës tuaj trupore dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Konsumi i uthullës së mollës përmirëson metabolizmin duke shkaktuar një nxitje më të mirë të djegave të yndyrës gjatë natës, plus mund të mbajë larg edhe dëshirën për ushqime të dëmshme dhe kalori shtesë gjatë mbrëmjes. Ajo mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë në rastin tuaj nëse e konsumoni dhe e përdorni ashtu siç këshillohet. Vëmendje: ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.